Zonja dhe zotrinj, po fillojmë lajmet e orës 13 në RTK. Në një operacion të koduar Syrigana, Policia e Kosovës në koordinim me Prokurorinë Speciale arrestoi 5 persona të dyshuar për krime lufte kundër civilëve shqiptar gjatë periudhës maj-qershor 98 në komunën e Skënderajt. Hetuesit siguruan prova materiale, dëshmi dhe identifikuan të dyshuarit për të cilët është përpiluar kallëzim penal. Operacioni u zhvillua në 6 lokacione, 5 në Skënderaj dhe 1 në Mitrovicën e Veriut, ku janë konfiskuar armë gjysmë automatike, pushk, karikator, fishek dhe uniforma të ish ushtrisë jugoslave. Të dyshuarve ju caktua masa e ndalimit 48 orësh. Policia dhe Prokuroria Speciale theksojnë angazhimin e tyre për drejtësi ndaj viktimave dhe sjelljen e përgjegjësve para ligjit. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Njëherësh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka mbledhur Këshillin e Përgjithshëm të partisë për të diskutuar programin qeverisës dhe zgjedhjen e presidentit të ri. Kurti do të mbajë fjalimin e parë pas zgjedhjes së qeverisë Kurti 3 para Këshillit Partijak dhe do të diskutohet për çështjen e presidentit dhe programin qeverisës, ndërsa në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit, takimi i Kurtit me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza nuk ka dhënë rezultate. Hamza tha se i ofroi Kurtit mundësinë që PDK të propozojë kandidatin për president, duke garantuar stabilitet institucional. Më parë Kurti nuk kishte arritur pajtim për emrin e presidentit as me kreun e LDK-s Lumir Abdigjiku. Të nderuar shikues, më duhet të ndërpres këtë edicion të lajmeve për ndjekur drejt për drejt Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Rendi i ditës i propozuar. Vazhdojmë me pikën e dytë të rendit të ditës, që është caktimi i 2 proces mbajtësve të proces verbalit të kësaj mbledhje. Propozoj aktivistët Zgjimta Hirsyla dhe aktivistën Brunilda Gjura që të mbajnë proces verbalin e këtij takimi. Juftoj të deklaroheni për këto propozime. Kush është për? Faleminderit. Është dikush kundër? A ka ndonjë abstenim? Atëherë konstatoj që me votat e të gjithë delegatëve miratohen propozimet për 2 proces mbajtësit. Vazhdojmë me pikën e 3 të rendit të ditës, që është miratimi i proces verbalit nga mbledhja e 61 e Këshillit të Përgjithshëm. Paraprakisht, nëse dikush ka ndonjë rekomandim, sugjerim në raport me proces verbalin që e keni pranuar në formë elektronike, ju lësë ta merrni fjalën. Në qenë se shoh që s'ka të deklaruar, atëherë hedh në votim edhe miratimin e proces verbalit. Kush është për? Faleminderit. Është dikush kundër? Ndonjë abstenim? Atëherë konstatoj që me votat e të gjithë delegatëve të Këshillit të Përgjithshëm miratohet edhe proces verbali nga mbledhja e kaluar. Tani më lejoni që t'ja kaloj fjalën kryetarit të Lëvizjes